Më 28 korrik përkujtohet 114 vjetori i ngritjes së flamurit shqiptar tek Guri i Kamjes, një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e krajinës së Gorës. Vetëm pak muaj përpara shpalljes së pavarësisë në Vlorë, qindra luftëtar nga këto treva u bashkuan për të çliruar zonën nga pushtimi xhanturk. Në drejtimin e kapitanit Kajo Babeni, së bashku me Shahin Matrakun dhe prijes të tjerë, rreth 800 luftëtar nga Gora, Mokra dhe Opari u mblodhën te lisi gorarëve për nga nisën aksionin për rrethimin dhe çlirimin e Pogradecit. Pas kësaj fitoreje, Kajo Babeni ngriti flamurin shqiptar tek Guri i Kamjes, duke kthyer këtë vend në një simbol të lirisë dhe të qëndresës patriotike. Në 28 korrik të vitit 1912, para 4 muaj se të ngrishe flamuri në Vlorë, nga Ismail Bey Kemal Vlora, kapedanët e kësaj krajine, me në krye kapedan Kajo Babienin, Shahin Matrakun, e shumë kapedanët të tjerë nga të gjithë trevat e Gorës, mblodhë 800 luftëtarë dhe me 28 korrik 1912, rreth 1 kilometër më poshtë është një vend që i thomin e Lisi Gorarëvet. U mblodhën në ky Lisi Gorarëvet, gorarët, mokrarët, deri edhe nga qarku i Korçës. U rrethua Pogradeci që ta çlironin nga xhanturkit. Kapedani i Gorës, Kajo Babieni, mbasi edhe çliroi Gorën, ngrit në flamurin këtu në Gurin e Kamjes, ndaj ne e quajmë festa e ngritjes të flamurit për krajinën e Gorës edhe për Pogradecin, çlirimi nga xhanturkit. Kajo Babeni mbetet një nga figurat më të rëndësishme të lëvizjes kombëtare në trevën e Pogradecit. Bashkëpunimi i tij me patriotë të njohur si Çerçistopulli dhe Mjal Grameno, si edhe besimi që gëzonte te banorët, e bën një nga udhëheqësit më të spikatur të luftës për pavarësi në këtë zonë. Kajo Babieni është një nga personazhet më interesantë të fundit të shekullit të 19, fillimit të shekullit të 20, në gjithë zonën e Pogradecit. Ai mund të themi që është emblema e gjithë lëvizjes anti-osmane në këtë periudhë, në këtë territor, që në moshë të re ishte pjesë e lëvizjes patriotike, por veprimtaria e tij ka marrë hovë sidomos në fillimin e shekullit të 20, veçanërisht pas takimeve të vazhdueshme që ai kishte dhe bashkëpunimeve me patriotë të tjerë të njohur si Çerçistopulli, Mjal Grameno, edhe për shkak se kishte edhe shumë credo, si të thuash, në zonë, ishte një njeri që shumë njerëz i besonin, prandaj them që është një figurë emblematike në lëvizjen patriotike të zonës. Sot, Guri i Kamjes është jo vetëm një monument natyre dhe një nga atraksionet më të vizituara turistike, por edhe një vend me vlera të mëdha historike. Pozicioni i tij strategjik bëri që të përdorë edhe gjatë luftës së parë dhe luftës së dytë botërore, ndërsa përmendet në arkiva, veçanërisht ato franceze, si një pikë me rëndësi ushtarake. Guri i Kamjes është një nga atraksionet më të vizituara natyrore, pasi është monument natyre, por thash lidhet edhe me historikun e zonës, po ashtu edhe me natyrën e bukur që ofron. Është një nga vendet strategjike që është përdorur kryesisht në luftën e parë botërore, por edhe në luftën e dytë, madje përmendet në shumë arkiva, sidomos ato franceze, pasi ka qenë një pikë strategjike kontrolluar nga ushtritë e huaja për të dominuar gjithë zonën dhe për të patur një kontroll më të madh. Lidhet me turizmin historik, por edhe me turizmin natyror. Edhe pas 114 vitesh, 28 korriku mbetet një datë krenarie për banorët e Gorës, Mokrës, Oparit dhe gjithë trevës së Pogradecit, duke kujtuar sakrificën e atyre që luftuan për lirinë dhe identitetin kombëtar.